Nderuar vëllezër, motra besimtar, do t'i ndajmë pak momente bashkarisht inshallah Zotit, duke sjellë ndërmend dhe duke përkujtuar atë që është quajtur dita më e bukur në jetën e besimtarit. Është një ditë që është më madhështoria, është ajo më e madhja, është ajo më e bukura, më e lumtura, më e qeta, më e sigurta. Është ajo ditë që zemrat e besimtarëve e presin me padurim. Është ajo ditë që për shumë prej njerëzve duket si shumë me largët, për dikë prej tyre duket e pamundur, mirë po për zemrat e besimtarëve, për mendjet e tyre dhe për përditshmërinë për jetën që ata jetojnë, jo vetëm që është afër, mirë po e presin dhe këtë ditë me padurim. Është dita ku do takojnë Zotin e gjithësisë. Dhe kjo ditë, dhe ky moment, dhe këto fragmente që ne i lexojmë shpesh në Kur'anin famëlar, dhe që ne i dëgjojmë në përshkrime të mrekullueshme në mënyrë brillante prej dërguar të Zotit lartësuar, është kjo ditë dhe janë këto momente që e mbajnë bërthyer besimtarin të përkushtuar, të përulur në jetën e tij dhe të gatshëm për të kryer punë të mira, përtej të gjitha sfidave, përtej të gjitha vështirësive, sprovave, sikleteve që mund të përjetojë në jetën e tij. Dita e gjykimit nuk është, dhe dita që dalin njerëzit përpara Zotit lartësuar, nuk është vetëm ditë tmerri, nuk është vetëm ditë frike, nuk është ditë paniku, nuk është vetëm ditë ku derdhen lot, nuk është vetëm ditë ku kafshohen duart në shenjë njerimi për zgjedhjet e gabuara që mund të ketë bërë dikush prej njerëzve. Mirë po është dhe ditë prestigji, është ditë krenarie, është ditë gëzimi, është ditë ku shkëlqejnë fytyra dritë, është ditë mikpritje, është ditë shpërblimi. Duhet ta shohim ditën e Kiametit dhe në këtë këndvështrim, dhe në këtë qasje, në mënyrë që të përgëzojmë zemrat tona dhe në mënyrë që ato t'i ftojmë që të afrohen akoma më shumë me mëshirën e Zotit lartësuar dhe me shpërblimin e Allahut të madhëruar. Pra në asnjë çast, në asnjë moment, në asnjë ditë nuk duhet të harrojmë që dita më madhështore për besimtarin dhe për besimtaren, dita më e rëndësishme në jetën tonë, është dita e gjykimit, është dita e llogarisë, është yawmun adhim, quajë dita madhështore, është dita kur do dalim përpara Zotit të lartësuar. Nëse lexojmë Kur'anin famëlar me vëmendje, Allahu lartësuar na fton që ta shohim ditën e gjykimit, ditën që dalin njerëzit përpara Allahut të lartësuar dhe në këtë formë. Jo vetëm ditë tmerri, jo vetëm ditë ndëshkimi, jo vetëm ditë loti, jo vetëm ditë ndjerse, por ditë krenarie, prestigji, nderi, shpërblimi dhe mikpritje madje. La yahzunuhumul faza'ul akbar. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. A keni shijuar ndonjëherë këtë ajet ku Allahu lartësuar thot, të gjitha tmerret, tronditjet e botës tjetër, besimtarët dhe besimtarët nuk i trondisin, nuk i shqetësojnë, nuk i friksojnë, as pak nuk përjetojnë nga ky shqetësim. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Madje melajket të rreshtuar në rreshta i mikpresin ata, i mirpresin ata, duke i përgëzuar, duke i lavdëruar, duke përmendur veprat e tyre, sakrificat e tyre. Imagjinoni pak, gjithë melajket që ka krijuar Zoti i lartësuar, të jenë të rreshtuar dhe po e quajmë në gjuhën popullore të duar trokasin, veprën tënde, veprën e gjithë secilit prej nesh. Këtë namaz, atë agjërim, atë sadaka, atë durim që ke bërë në një situatë të caktuar, atë madhështi që ke treguar duke të kaluar një situatë të vështirë, mënyrën se si ke menaxhuar dunjan, të jetuarit me besim, me islam, me moral, me etik. Duar trokitje. Ti me të vërtet ke qenë njeri i madh, ke qenë njeri madhështor në rrethana të vështira, në situata të tilla, ti me të vërtet ke jetuar si njeri i madh. O të telaqahumul malaika. I mikpresin, thot Allahu lartësuar, melajket duke u thënë, hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Kjo është ajo ditë për të cilën Allahu lartësuar shumë ju kishte premtuar. Kjo është ajo ditë të cilën ju mësuat.
Aty ju përqendruat dhe për këtë ditë ju punuat. Për këtë arsye ju i meritoni sot që të gjitha përgëzimet. Imagjinoni pak. Prandaj duhet i besimtari mundësisht të shfrenohet në imagjinat për të përpjekur dhe të sjellë sadopak në imagjinatën e tij, në zemrën e tij, në mendjen e tij, këtë moment ku pikërisht fokusi do të jetë tek ty. Atë ditë nuk ka diçka më madhështor dhe dikush më madhështor pikërisht se sa njeriu. Pikërisht se sa ajo qenie që Allahu lartësuar e përzgjodhi për të qenë më këmbë si Zotit lartësuar në tokë, i zbriti libra, i dërgoi profet, e pajisi me mesazh, me mision, me detyra, me përgjegjësi, me kufi, dhe ky njeri kaq madhështor, ky besimtar dhe kjo besimtare çoi në vend fenë e Zotit, orientimet e Allahut lartësuar, e përballoi dunja në mënyrë më të mirë të mundshme me dinjitet dhe me besim. I gjithë fokusi në këtë ditë është pikërisht tek individi, është pikërisht tek njeriu. Të gjithë me lajket në rresht nderojnë, mikpresin dhe nderojnë besimtarët dhe besimtarët. Patjetër ka edhe një anë tjetër. Kjo ditë që është frika, dhe është paniku, dhe është llogaria ashpër, dhe është djersa, dhe është bicikleti, mirë po lutim Allahun lartësuar që mos jemi gaj kamp, dhe të mos i përkasim pikërisht atij grupi. Tani jemi duke folur për ata njerëz të mrekullueshëm të cilët mendjet e tyre janë të ndryshuara. Mendjet e tyre janë të çliruara dhe të shpëtuara nga të gjitha rëndesat komplekset që përkasin kampi tjetër. Zemrat e tyre po ashtu janë të qetësuara dhe janë ndryshuara me dritën e imanit dhe me dritën e besimit. Dhe veprat e tyre, përtej të gjitha mangësive dhe gabimeve dhe gjunave, veprat e tyre janë të ndryshuara nga ajo që thotë Allahu dhe nga suneti dërguar të Zotit lartësuar, nga tradita e pejgamberit alayhis salam. Njerëz shumë të kuadruar, njerëz shumë të disiplinuar, njerëz me parime, njerëz të cilët emocionin e tyre, po ashtu dhimbjen e tyre, po ashtu jetën e tyre e kanë që të gjithë aty ku kënaqet Zoti i lartësuar. Prandaj sot është dita që meritojnë që të gjitha lavdet, nderin, prestigjin, përgëzimet, gjithçka. Dhe imagjinoni pak se si do të jetë gjendja e tyre shpirtërore, dhe si do të jetë gëzimi i besimtarit në momentin kur do të vendoset peshorja e veprave. Dhe kur do të shohë aty, do të dëshmoj se si do të anoj ajo peshore hyjnore që nuk i bëhet absolutisht askujt pa drejtësi, as i grimc, se si do të anoj dhe do të rëndoj nga punët e mira. Dhe se si do të fluturojnë ato punë të këqija të cilat ndoshta i ka vepruar, që do të thotë do të falen, do të shuhen prej Zotit të lartësuar. Femen thaqulet mawazinu fa ulaika humul muflihun, ati që do të shohim me sytë e ty se si i rëndon peshorja nga punët e mira, ai është i shpëtuari, ai do të jetë i lumturi, ai do të jetë i suksesshëm. Po pastaj do të vijë një moment tjetër kur do të shpërthej zemra e besimtarit dhe besimtarës nga gëzimi dhe nga lumturia, në momentin kur ka takimin ballë për ballë me Zotin e gjithësisë. Nuk ka përkthyes mes tyre. Allahu pyet dhe robi përgjigjet. Mirë po llogaria që do të japi besimtari dhe besimtarja është ndryshe nga llogaria që do të japi ai njeri që ka jetuar pa Zot, ose ai njeri i cili ka jetuar një jetë të shturur, pa kufi, pa disiplinë. Do të jetë thjesht një parashtrim, thjesht një paraqitje më saktë e veprave që ke vepruar. Imagjinoni pak. Allahu krijuesi me robin e tij. Unë, ti, ne. Ama tani është një takim vetëm për vetëm me Zotin e gjithësisë. Madje thotë i dërguari Allahut të lartësuar, zbret perdja, pengesa. Askush që nga Ademi alayhis salam deri tek i fundit nuk shikon, nuk dëgjon çfarë komunikimi do të jetë mes Allahut dhe robit. Pse kjo gjë? Sepse Zoti i gjithësisë nuk do që besimtarit të poshtërohet në këtë moment. Nuk do që mëkatet, gjunahet, mangësitë, kusuret e këtij besimtari dhe besimtarja nuk do që ti dëgjoj qoftë prindi i tij, qoftë fëmia, qoftë bashorti apo bashortja. Askush s'ka pse informohet me mëkatet dhe me gjunahet e tua përderisa janë të destinuara të falen prej Allahut të lartësuar. Prandaj vjen momenti i llogarisë. Dini se si është llogaria për besimtarin dhe për besimtarën? O robim, a e ke kryer të vepër?
A e ke vepruar të vepër, në filan orë, në filan ditë, në filan vend. Besimtari i cili ka jetuar me Zot, mirë po në momentet e caktuara ka shfaqur shenja dobësie dhe ka kryer diçka dhe ka bërë diçka. S'ka se si të mos e pranoj përpara Allahut të lartësuar atë gjë që ka vepruar. Prandaj do thotë, po Zot, e kam vepruar. E kam vepruar. E pranon, po kulur e pranon. Allahu i lartësuar i thotë, ta kam mbuluar në dunja, nuk të turpurova, nuk të poshtërova në dunja, nuk të dënova në dunja. Ta mbuloj sot dhe ta fal sot. Dhe kështu i paraqiten veprat, kusuret që ka patur deri tek e fundit, dhe pastaj i thotë Allahu i lartësuar, sot je i falur. Tani ngritet pengesa, perdja dhe kthehet, imagjinoni pak gëzimin, kënaqësinë e këtij besimtari dhe kësaj besimtare që kthehet tek familjarët apo tek njerëzit dhe askush nuk dëgjoi, askush nuk konstatoi mëkatet, gjunahet, kusuret e këtij personi, madje vjen i ndriçuar, i gëzuar për faktin se është i falur prej Allahut të lartësuar. Ky është takimi më madhështor, më i bukur i besimtarit. Pasi konstaton mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar, mirësinë e tij dhe se si e trajton Zoti i gjithësisë me butësi robën e tij, ato rob i cili ka qenë i përkushtuar, mirë po në mënyrë të pashmangshme, siç jam unë dhe siç jemi që të gjithë, edhe kemi gabuar. Imagjinoni pak, si mund të jetë kënaqësia e besimtarit dhe besimtar, përpiqur në një moment. Nëse në një moment të kësaj dunjaje kemi patur një moment krenarie, një moment prestigji, një moment gëzimi, që realisht një moment arritje, kemi bërë diçka në jetën tonë dhe kemi ndarë këtë arritje, këtë sukses, e kemi ndarë dhe me të tjerët. Si ka qenë? Kemi patur, ka qenë i pa duruar, kemi qenë të pa duruar derisa ta ndajmë këtë gëzim me të tjerët. Se është moment krenarie, është moment arritje. Dikush është diplomuar, apo dikush që ka filluar një punë, apo dikush që ka hapur një biznes, apo dikush që ka arritur një sukses tjetër prej sukseseve të ndryshme të kësaj dunjaje. Pret me pa durim të informuar njerëzit për arritjet e tua të ndash me të tjera duke filluar që nga familja. Dhe pastaj dhe më gjërë. Imagjinoni pak, si mund jetë gëzimi dhe kënaqësia, lumturia e besimtarit dhe besimtares në momentin kur merr librin e veprave të tij me dorën e djathtë, në formë krenarie, në formë nderi, formë suksesi. E merr me dorën e djathtë. E dini se çfarë libri është? E dini se sa peshon ai libër? E dini çfarë është regjistruar në atë libër? Gjithë shka që kemi vepruar në jetën tonë, e madhe apo e vogël qoftë, e dukshme apo e padukshme, përfshihet në fjalor, në të folur, në të vepruar, në të menduar, në gjykime, në qëndrime, në gjithë shka. Gjëra që ndoshta ne kemi harruar, gjëra që ndoshta nuk i kemi vlerësuar, po gjithë shka është e regjistruar në atë libër. Ne jemi autorët e këtij libri. Secili prej nesh është autor i këtij libri. E dini çfarë ndodh? Allahu i lartësuar e trajton përsëri me butësinë dhe me mëshirën e tij besimtarin dhe gjen në atë libër vetë gjithë shka të mirë që ka vepruar dhe është fshirë, është asgjësuar veprat e këqija. Hap besimtarin dhe lexon. Çfarë do të lexojë? Gjithë veprat e mira që ka vepruar, madje shumë fish, të shumë fishuara, sepse nuk i takon bujarisë se Allahu të lartësuar të shpërblej një me një. Një vepër të mirë me një të mirë. Jo. Mirë po, men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Kush vjen me një të mirë do të gjejë 10 minimumi 10 tek Zoti. Çfarë do gjejë aty? Do të gjejë se si janë shumë fishuar fjalët e tij, bamirësitë e tij, kontributet e tij, durimi, sakrifica, namazet, gjithë jeta e tij. Se si është shumë fishuar, në 10 fish, në 700 fish, në akoma më shumë. Po veprat, kusuret, mangësit, gjunahet, jo, ka fshirë që të gjitha Allahu lartësuar. Sa marri këtë libër, do ta lexoj, dhe do të kthehet tek familjarët e tij dhe të gjithë njerëzit krenar, i lumtur, i gëzuar, ha u muqra'u kitabiyah. Dhe do thotë, e janë mblidhur një njerëz, që të gjithë mundësisht, e janë i lexojeni librin tim. E janë të prezantoj jetën time, veprën time. Ha u muqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. E dini se cili ishte shkaku kryesor që më bëri të arija dhe të shijoja këtë sukses dhe të regjistroja këto vepra, se isha i bindur se një ditë do të takoja Zotin tim.
Isha i bindur se nuk mund të ketë në jetë, nuk mund të kishte në jetën time ditë më madhështore, më të bukur, më të lumtur, ama dhe më të rëndësishme dhe më madh dhe më kritike dhe më delikate se sa dita që do të takoja Zotin tim dhe dita kur do të më prezantoj jeta ime në formën e këtij libri. Ha muqra'u kitabie. Yani të bohuni që të gjithë dhe lexojeni librin tim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Unë isha i bindur se kisha një ditë që do dilja përpara Zotit tim dhe do t'jipja e llogari. Imagjinoni pak se si do të jetë gëzimi, lumturia, nderi, prestigji i besimtarit dhe besimtares. Në momenti kur do të fiken të gjitha format e dritave të ndryshimit, përveç do ndryshoj prej robit vepra e tij, fjalët e tij. E dini që do të ketë një moment, një fragment në ditën e gjykimit ku do të kaplojë errësira totale. Errësirë, Allah do t'japi urdhrin të bëhet errësirë gjithçka. Madje as majën e gishtit të tij njeriu nuk do ta arrijë ta shikojë atë dhe ta dallojë atë. E dini se si do të orientohen njerëzit për të kaluar mbi urën e Siratit? Ura e Siratit që nuk kupton një urë shumë kritike, shumë delikate, vendosur cep më cep zjarrit të xhenemit, por nëse e kalon do thot shpëtim dhe do thot futje në xhenet. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dhe secili prej jush do të kalojë mbi të ose do të hidhet poshtë saj, thot Allah. Secili prej jush do të kalojë mbi këtë urë ose do të përfundojë përpara se të kalojë mbi këtë urë në zjarrin e xhenemit, Zot na ruaj. E dini që do të kaplojë një errësirë totale. Siç është jeta në të errësirë, nëse nuk ndryshohet me dritën e imanit, me dritën e besimit, me dritën e orientimeve të Allahut të errësuar dhe të pejgamberit alayhis salam. Siç është jeta errësirë, pa manualin hynor, pa Kur'anin famëlar, siç është jeta errësirë, pa këto orientime, pa këto këshilla, pa këto takime, pa këto adhurime, dhe pa këto punë, errësirë, jetë pa kuptim, ashtu do kaploj dhe në atë moment, do të kaploj errësira. E dini se çfarë do ndryshoj? Do ndryshoj qenia e njeriut. Do ndryshoj, do shkëlqej balli i cili ka rënë në sejdë për Allahun e madhëruar. Do ndryshoj dora e cila ka dhënë sadakan, ka dhënë kontributin, ka dhënë zekatin, ka shpenzuar, ka mjekuar plag, ka qetësuar shpirtra. Kjo gjuhë që ka orientuar për tek e mira, që ndoshta ka këshilluar, ndoshta ka qetësuar, ndoshta ka bërë punë të mira. Do ndryshoj to këmbë që përveç angazhimeve të përditshme, to këmbë ecin, edhe pse mund të jenë të lodhura, edhe pse mund të jenë të sëmura, edhe pse mund të jenë të lodhura dhe të plakura ndoshta nga mosha, nga jeta, përsëri e gjejnë fuqinë dhe energjinë për të shkuar në shtëpinë e Zotit dhe për të ruajtur lidhjet farefisnore dhe për të bërë çdo punë të mirë. E gjejnë këto zemra, do ndryshojnë këto zemra të cilat kanë qenë të mbushura dhe të ndryshuara në jetën e kësaj dhunjaje, pikërisht me dritën e imanit. Çfarë do ndryshoj? Qenia e njeriut, e gjithë qenia e besimtarit, në varësi të çfarë, sa do të jetë fuqia e dritës që do të shkëlqehet dhe do të transmetohet. Aq sa besim ka patur, aq sa adhurime ka patur, aq sa kontribute ka patur në jetën e përditshme. Imagjinoni dot se si do të kalojmë mbi urën e Siratit pasi do të kaplojë errësira, se si do të jetë kënaqësia, qetësia, siguria, nderi që do të kalojnë në këtë tmerr dhe në këtë vështirësi. Mirë po, do ta kalojnë. Imagjinoni pak këtë moment. Një siklet kalojmë në jetën e kësaj bote dhe themi alhamdulillah, falenderojmë Zotin, ndihemi të çliruar, po të kalosh urën e Siratit. Imagjinoni pak për një moment, gjendjen e besimtarit. Dhe të gjitha këto, për të gjitha këto të nderuar, këto nuk janë thjesht gjëra për të cilat i themi hajde të motivojnë pak veten tonë. Allahu i lartësuar ka thënë këto janë më realitet se sa jeta juaj. Këto janë më realitet se sa vdekja juaj. A është e vërtet që ne jetojmë? A është e vërtet tani? A është realitet tani që unë flas dhe ju dëgjoni? Të gjitha ato që ne i lartë përmendëm janë më realitet se sa ky realitet që sapo përmendëm. A është realitet që secili prej nesh do t'ia dorëzoj shpirtin e Zotit sado që të jetojë? Është realitet ato që do të jenë pas vdekjes tot Allahu i lartësuar janë më realitet, akoma më shumë realitet se sa pikërisht dhe ky realitet që ju jeni duke përjetuar. Imagjinoni pak se si mund të jetë gëzimi, si mund të jetë lumturia, kënaqësia, nderi i besimtarit dhe besimtares. Në momentin që do të jetë mes njerëzve më madhështor që kanë jetuar në tokën e Zotit lartësuar.
Imagjinoni pak të kesh në krah Nuhin a.s., Ibrahimin a.s., Musën a.s., Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të jetë imami ju dhe prisi që do të na orientojë në ditën e gjykimit dhe në një farë mënyrë do të ndërmjetësoj për ne dhe transmeton qetësi dhe siguri. Më i madhi i njerëzve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të shkojë poshtë arshit, poshtë fronit, do të vendosi ballin në sejdë dhe aty do të lavdëroj Zotin, do të madhëroj Zotin, do t'i lutet Allahut të lartësuar derisa Allahu i madhëruar t'i thotë: "O Muhammed, çoje kokën tënde, lutu do të përgjigjem, kërko do të plotësohet." E dini se çfarë do të thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Mos më turpuro në ummetin tim. Mos më trishto në ummetin tim. Mos më bëj, o Allah, sot që të trishtohem tek ata njerëz të cilët më kanë besuar, më kanë ndjekur, më kanë pasuar dhe kanë patur si synim dhe si mision në jetën e tyre të më përngjasojnë në të folur, në të vepruar, në sjellje, në etik, në marrëdhënie dhe në gjithçka. Nderoj këta njerëz sot. Dhe mos më trishto tek pasuesit e mi dhe mos më trishto tek ata të cilët më kanë besuar. Imagjinoni pak të jesh mes këtyre njerëzve. Wa man yuti'i Allaha wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit e tij, pa kush jeton si besimtar, Allahu do ta bëj bashkë me një ajkën e njerëzimit. Do të jetosh me njerëz më madhështor. Çfarë komoditeti, çfarë qetësie, çfarë krenarie, ti jesh në krah njerëz të mëdhenj, njerëz që kanë kontribut, po ti jesh mes profetëve. Imagjinoni pak. Imagjinoni pak or të nderuar dhe të shtrenjtë, si mund të jetë gëzimi i besimtarit dhe besimtarës. Në momentin kur Allahu i lartësuar nuk do të japi vetëm për gëzimin për atë në aspektin personal. Mirë po do thotë: "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Futuni në xhenet, jo vetëm ti, jo vetëm ju, por ju dhe bashortet tuaja, ju dhe familjarët tuaj, tuhberun, të gëzuar, të lumtur, të kënaqur, të plotësuar, po nga kush je i plotësuar? Nga Allahu. Imagjino të plotësoj në shpirt, në zemër, në jetë, në shpërblim, në gjithçka të plotësoj kush? Allahu. Prandaj nuk plotësohet dhe kënaqësia në xhenet nëse nuk je me familjen, nëse nuk je me farefisin. Mirë po, me ata njerëz që kanë besuar siç ke besuar dhe ti. Prandaj Allahu lartësuar thot: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay." Ata të cilët besuan dhe familjarët e tyre u përfshin në këtë besim, punuan që dhe familjarët e tyre të ishin besimtarë. Alhaqna bihim dhurriyyatahum. Unë do t'i bëj bashkë, thotë Allahu i lartësuar, dhe familjarët e tyre në xhenetet e larta. Pa u paksuar askujt asgjë nga punët e mira të cilat ata i kanë vepruar. Imagjinoni pak se si do të jetë pastaj momenti kulminant kur do t'i thuhet gjithë secilit prej nesh, lutim Allahu i lartësuar të jemi prej tyre: "O banorët e xhenetit, o ju të cilët keni besuar, o ju të cilët keni adhuruar Zotin, o ju të cilët keni sakrifikuar në jetën e kësaj dunjaje, o ju të cilët keni jetuar me iman, me besim, futuni në xhenet. Futuni në xhenet, në atë vend që syri se ka parë. Syri se ka parë, veshi s'ka dëgjuar. Dhe imagjinata e njeriut nuk mund ta imagjinoj. Allahu ka përgatitur vetëm enkas për të shpërblyer namazet tona, agjërimet tona, durimin ton, kontributet, gjithçka. Allahu e ka përgatitur vetëm për të shpërblyer. S'ka punë, nuk ka lodhje, nuk ka djers, nuk ka vuajtje, nuk ka sëmundje. Për këtë arsye do të thuhet besimtarëve: futuni në xhenet. Sot s'ka sëmundje për ju. Nuk ka vuajtje për ju, s'ka plakje për ju dhe nuk ka vdekje për ju. Ato cenet, ato mangësitë kryesoret që ka kjo dunja, që edhe nëse të përmbush në aspektet e tjera, vjen sëmundja dhe ti zbek këto kënaqësi. Vjen pleqëria dhe ti zbek këto kënaqësi. Vjen pastaj një stres, një problem, ti zbek këto kënaqësi, dhe në fund fare vjen dhe vdekja. Dhe gjitha këto kënaqësi i lëm këtu. Po xheneti, i çliruar xheneti pikërisht nga këto cenet kryesore që ka kjo dunja. Dhe vjen dhe momenti akoma më kulminant, momenti kur Allahu i lartësuar
Do të komunikoj me banorët e xhenetit duke u thënë, o banorët e xhenetit, imagjinoni mëshira për kujdesja e Allahut të lartësuar që ka filluar që me nderimin që në momentin që e krijoi njeriu. Për deri në pafundësi, o banorët e xhenetit, a jeni të plotësuar? Pa imagjinoni pak kush e thotë të gjë. Ha? E thot Allah. Imagjino pak kur prindi i thot fëmijës, o biri im, je i plotësuar nga mua si prind. Imagjino si ndihet fëmia. Sa i kënaqur, sa i lumtur. Imagjino kur të thot një shok, një vëlla, ore në shoqërinë tonë, në vllazërinë tonë, je i plotësuar, mos kam lënë gjë mangët. Imagjino se si ndihesh, apo jo? Tani imagjino ta dëgjosh të komunikim nga Allahu i lartësuar. O robrit e mi, a jeni të kënaqur? A jeni të plotësuar? Mos ju mungon diçka? Tani një zëri, banorët e xhenetit do thonë, si të mos jemi të plotësuar dhe të kënaqur dhe të përmbushur o Zoti ynë. Na i zbardhe fytyrat tona, na i ndryshove fytyrat tona, na shpëtove nga tmerret, nga tronditjet e ditës së gjykimit. Na mundsove xhenetin, të cilin nuk e arritëm me veprat tona, por e arritëm me mëshirën tënde. Si të mos jemi të kënaqur? Allahu i lartësuar do të thotë, unë kam diçka shtesë për ju. Kam diçka shtesë për ju. Tani, çfarë mund të jetë diçka shtesë? Dhe në këtë moment u shfaqet Allahu i lartësuar dhe përjetojnë dhe shijojnë dy kënaqësi. E para se shikojnë Zotin e gjithësisë, Allahun që e kanë adhuruar pa parë. Mirë, por e kanë imagjinuar dhe e kanë besuar si absolut në emrat, në atributet, në qenien, në madhështinë e tij, në mëshirën e tij, në shpërblimin e tij. E kanë imagjinuar, e kanë besuar, e kanë adhuruar të tillë. Tani e shohin Zotin e gjithësisë, shohin qenien e Allahut të madhëruar. Çfarë të shohin? Krijuesin e të bukurës, krijuesin e gjigandës të madhështores, Allahun lartësuar. Në këtë moment harrojnë të gjitha kënaqësitë e tjera të kësaj dunjaje, zbehen për një moment, kënaqësitë e tjera të xhenetit, zbehen për një moment të gjitha kënaqësitë e tjera të xhenetit. Pse? Eklipsohen që të gjitha. Zbehen që të gjitha nga bukuria, nga madhështia, nga kënaqësia që të trasmen ton të shikuarit të bukuria dhe të madhështia e Allahut të lartësuar. Pastaj dëgjojnë me veshët e tyre diçka që është akoma më madhështore se sa gjithçka që ju dha dhe ju mundsua. E dini se cila është? U thotë Allahu i lartësuar, unë sot jam i kënaqur me ju. Dhe kur nuk zemërohem me ju. Sot jam i kënaqur me ju. Pra që në këtë moment jam i kënaqur me ju. Dhe nuk zemërohem kur më me ju. E dini se ç'do thotë kjo? Që do thotë, pa imagjinoni pak kur i thua dikujt e qeras me diçka apo i dhuron diçka dhe i thua e ke halal ta kam dhënë me shpirt. Sepse ndonjëherë që i japim diçka njëri tjetrit, mirë, po në një farë mënyrë mund të jemi pak të rënduar në shpirt apo në zemër. Jo, ju sot keni risk xhenetin, keni risk përjetësinë, këtu nuk ka vuajtje, nuk ka lodhje, nuk ka punë, madje as adhurime nuk do të keni fare, dhe keni gjithçka halal dhe unë jam i kënaqur me ju. Kur nuk zemërohem. Në këtë moment imagjinoni pak gëzimin dhe haren dhe lumturinë e besimtarëve dhe besimtarëve. Allahu na bëft risk këtë moment. Dhe Allahu i lartësuar na bëft risk këtë sukses madhështor. Për hir të këtij momenti dhe për hir të këtij prestigji, nderi dhe shpërblimi të pashmangshëm. Pasha Zotin e gjithësisë ortodashur dhe të shtrenjtë. Mos nguroni, mos u lodhni së faluri. Falu dhe mos u lodh. Kur vi momenti për të agjëruar, agjëro dhe mos u lodh dhe mos u dorëzo. Kur të jetë momenti për duruar, duro në emër të Zotit, në rrugë të Zotit, me orientimet, me udhëzimet e Zotit dhe mos u dorëzo. Kur në asnjë moment mos mendo keq për Zotin e gjithësisë. Në çdo çast, në çdo moment përpiqu të tejkalosh gjithçka që del përpara si besimtar, koka lart, krenar, i orientuar, i udhëzuar nga udhëzimet e Zotit të lartësuar. Të përgatitim shpirtrat tanë, zemrat tona, vetët tona, me gjithë qenien tonë për këtë takim madhështor, për këtë moment i cili nuk ka të dytë dhe nuk ka të ngjashëm me të, dhe të përgatisim zemrat tona dhe vetët tona për takimin me Allahun lartësuar dhe për shpërblimin e madh që lut Zotin e gjithësisë që askush prej nesh të mos jeti privuar nga ky moment, po Allahu lartësuar të derdhë tek ne dhe na bëj risk mëshirën e tij, shpërblimin e tij, faljen e tij,
na forcoj zemrat dhe këmbët në këtë fe dhe lutim Allahun lartësuar të jetojmë çdo çast, çdo moment të jetës tonë si musliman, si besimtar, dhe kur të vijë momenti që ta ketë caktuar Zoti dhe të dorëzojmë shpirtin e Tij, të dorëzojmë pikërisht si besimtar shumë dinjitoz në rrugë të Zotit të lartësuar. Allah ju nderoj dhe mbuloft me mirësitë e Tij. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum.